Në ditën e Kushtetutës, Partia Demokratike e Shkanlinjve në Ferizaj kërkon më shumë të drejta për këtë komunitet. Kryetari degës së këtij subjekti politik Qazim Ramani tha se ka komunitete që janë më të privilegjuara se të tjerët, si nga institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Momentalisht, komuniteti e Shkanlinjit në gjitha fazat ka qenë i integruar, i barabartë, por normalisht që drejtat e tyre i kanë kërkuar vetëm në aspektin e përfaqësimit jetësor. Kur them përfaqësimit jetësor, domethënë ngritjen e kushteve më të mira të jetës, të mirëqenies sociale, dhe ne duhet të themi që jemi të pjesërisht të barabartë dhe mendoj që duhet të kontribuoj edhe vetë komuniteti Ashkali edhe vetë institucionet lokale e qendrore që më shumë të ngritet zëri i arsyes që në të ardhmen të jemi të barabartë. Ndoshta kapitulli i tretë i kësaj kushtetute e thekson në veçanti drejtat e pakicave kombëtare në Kosovë, por gradualisht duhet të vëdësohemi që kushtetuta duhet të jetë për të gjithë të barabartë, jo të privilegjoj dikon më shumë dhe dikon më pak. 27 vjeçari Qazim Ramani, njëherët edhe këshilltar i Kuvendit Komunal, së fundi u privilegjua të jetë edhe zëvendës ministër i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.